Vila e qeveritare ish diktatorit Enver Hoxha në Vlorë do të kthehet në një atraksion turistik. Është shpallur edhe projekti fitues, ndërsa në takimin e mbajtur për këtë qëllim të mërkurën në Tiranë me kryeministrin Edi Rama dhe me studiot projektuese, ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Gjatë kësaj teje në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, Dredha theksoi se vilat do të kthehen në fitim prurse, duke dhënë kështu një model ndryshe të ofrimit të turizmit, pasi e kaluara ndërthuret me pjesën inovative. Dredha thekson se vilat qeveritare do të mbeten prona shtetërore. Nuk është rikualifikim, në fakt është një bashkëpunim që po mundohet të krijojë qeveria shqiptare, sa i përket edhe menaxhimit të vilave, që do të thotë ato mund të kthehen edhe në fitim prurse, po pse jo edhe për të rregulluar gjithë ajo zona tjetër, përfshirë edhe vilat ekzistuese, pjesën e lartme të tunelit, jo vila përballë. Kishte disa projekte gjatë konkursit që u prezantuan, fitoi Chris Hebert, një arkitekt shumë i mirë, i ri, dinamik, por edhe me shumë idera të qarta, edhe shpresojmë të bëhet sa më shpejt, sepse jep edhe një model ndryshe të ofruarit turizëm, që ku të integrohet shumë mirë e kaluara me pjesën inovative. Edhe ne këtë duam të bëjmë, përveç se do të mbeten prona shtetërore, do të jetë një bashkëpunim me ta, dhe pse jo të jetë për atë pjesë që ne duam të ofrojmë, atë shërbimi elitar, sa i përket turizmit, edhe shpresojmë të bëhet sa më shpejt. Kryebashkiaku Dredha tha se ky do të jetë një projekt kompleks dhe shumë inovativ, ku njerëzit të cilët do të jenë vizitor apo turist në këto vila mund të qëndrojnë gjatë aty edhe për shërbime shëndetësore. Ndërsa falenderoi kryeministrin Edi Rama për vëmendjen ndaj Vlorës, pasi kjo gjë do të thotë edhe një integrim i qytetit në të gjithë këndvështrimet e tij në ekonomi dhe turizëm. Fakt, kjo është pak më komplekse ky projekti që u bë këtu, sepse ka edhe pjesën e health care, ai do të jetë integruar edhe për njerëz që do të vinë aty edhe për të qëndruar pak më gjatë, sa i përket edhe rehabilitimit tyre apo trajtimit të pjesën mjekësore. Pra do të ketë hotel edhe qendër rehabi që i thonë. Dhe mendoj që do të jetë diçka shumë interesante. Shpresojmë. Ju do ta shikoni kur të bëhet. Megjithatë, unë do të falenderoj shumë edhe qeverinë shqiptare, kryeministrin, sepse realisht po sjellin idera sa më të mira, do të integrojnë në gjithë ato proceset e zhvillimit të qytetit, gjë e cila na bën të jemi ashtu sikurse kemi thënë shpesh, të jemi lokomotiva e qyteteve sa i përket ofertës turistike. Ky projekt synon modernizimin e rezidencave qeveritare për të kthyer ato në destinacione të rreqëse për turizmin dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. 7 finalistët e fazës së dytë prezantuan projektidet arkitekturore për jetëzimin e këtyre godinave. Në këto projekte pjesë do të jetë edhe shteti si partner, duke i shndruar rezidencat në një burim tjetër të ardhurash. Përmes kësaj nisme, synohet krijimi një precedenti për zhvillimin e qëndrueshëm dhe efikas të pronave shtetërore, duke kombinuar arkitekturën bashkëkohore dhe teknologjitë më të avancuara me një vizion të integruar për luksin, mikpritjen dhe qëndrueshmërinë.